Ditën e sotme u bën 5 vite që nga arrestimi i shkrerëve të UÇK-s, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit e Recep Selimit. Për këtë, kryeministri në detyrë, Albin Kurti, bashkë me nënkryetarin e Kuvendit Albulena Axhiu, ishin për vizitë tek familja e Recep Selimit në Prishtinë. Në postimin e vetëvendosjes në Facebook, shkruhet se Recep Selimi ka qenë një prej zërave më të fuqishëm dhe më të drejtë të përfaqësimit politik të kësaj partie. Sot bëhen 5 vite që deputeti ynë Recep Selimi po mbahet padrejtisht në paraburgimin e Hagës, që nga viti 2010, kur lëvizja jon mori pjesë për herë të parë në zgjedhje, Recep Selimi ka qenë gjithmonë ndërfëtimtarët, ndërshlirimtarët, një prej zërave më të fuqishëm e më të drejtë të përfaqësimit ton politik. Sot kryeministri Kurti, bashkë me nënkryetaren e Kuvendit Albulena Axhiu, sekretarin organizativ Alim Rama, ministra, deputet dhe aktivist, ishin në vizitë te familja e Recep Selimit në Prishtinë. Te shipe Mehmeti Selimi, deputetja jon, ish luftëtarja UÇK-s, bashkëshortja e Recep Selimit. Recep Selimi na mungon, shpresojmë dhe kërkojmë që ai të lirohet sa më parë, të kthehet në mesin ton dhe të vazhdoj punën për vendin që e deshi për të cilin dha gjithçka.